Aktivistët ekologjik bllokuan në mesditë hyrjen e fabrikës Usje në Shkup. Thirrjeve në rrjetet sociale ju përgjigjen dhjetra qytetar, të cilët protestuan për një orë para fabrikës së çimentos, të cilën ambientalistët e cilësojnë si ndoci më i madh i ajrit nga sektori i industrisë së rënd. Kërkojnë që të ndalohet me ligj importi i mbeturinave për djegje dhe të përfshihet sektori civil në procesin e monitorimit të bazave të matjes së ndotjes dhe në kontrollin me inspektorët në terren. Problemi është te korrupsioni, si pasojë së cilës ndodhin këto situata. Politikanët që janë përgjegjës në përfunksione janë në lidhje me biznesmenët oligark, të cilët na helmojnë për derivate më të lira dhe për profit më të lartë. Nëse ka krim, nuk duhet të presim edhe një vit të zbulohet kriminaliteti i ndotjes si në këtë fabrik, ashtu edhe në Makstil, Feni Industri, por edhe në termocentralin Tec Bitolla. Ajri i ndotur është një nga faktorët për vdekshmërinë e fëmijëve. Alergji, astma, bronkite dhe sëmundje të tjera të frymarrjes janë vetëm një pjesë e shkaqeve që fëmijët i pasojnë nga ndotja enorme e ajrit. Madje me maska në fytyrë dhe parulla në përduar bëjnë thirrje që autoritetet shtetërore të ndërmarrin masa për ndërprerjen e të gjitha veprimtarive të Usjes, siç thonë për vrasje të ngadalshme. Përderisa po mbanin fjalimin, organizatorët të shoqatës për ajër të pastër, krerët e kësaj fabrike erdhën për t'u sqaruar me protestuesit, por hasën në revoltën e tyre. Drejtori tha se posedojnë lejen A integrale, sipas e cilës shteti u jep kompanive të industrisë së rënd që respektojnë të gjitha standardet ekologjike të lirimit të gazrave nga oxhaçet e fabrikave. Usje nuk është shkaktar i ndotjes së ajrit në Shkup, a jemi ne. Nuk është shkaktar për ndotjen në Kavadar, në Tetov, Ohër apo diku tjetër. Usje ka 24 orë sistem të monitorimit. Unë ju ftoj. Thirrjen e drejtorit për të vizituar nga brenda ambientet e fabrikës ku digjen mbetje të RDF në furrat me temperatura të larta u refuzuan nga protestuesit. Ata thanë se duhet të shkonin tek deponia Drisla, ku qyteti i Shkupit dhe Ministria e Ekologjisë kishin ditë të hapur me opinionin. Sipas organizatorëve, termini i njëjtë me protestën nga autoritetet është bërë qëllimisht që të ulin vëmendjen e opinionit për bllokimin e Usjes. Aktivistët në shenjë simbolike, siç e quajnë ndotësin më të madh të ajrit, i dhuruan edhe një trofe drejtorit, i cili nuk e pranoi.